Tedi Blushi njihet si krau i djathtë i Ilir Metës dhe njeriu i tij më i besuar, por me sa duket, ish gruaja e Ilirit, Monika Kryemati, ka mendim të kundërt me Metën. Në daljet e saj ajo nuk ka nguruar të thotë se Metën e mori në qafë Tedi Blushi. Sot shikoni, tha Monika, Tedi Blushi ka rregulluar të gjitha gjërat e veta, ndërsa Meta ka përfunduar pas hekurave. Blushi ka patur një përplasje të ashpër edhe me gazetaren Klodiana Lala, teksa të dy ishin të ftuar në një emision. Edhe pse nga pak veta dihet, dikur Tedi Blushi dhe Klodiana Lala kanë qenë kolegë sepse ato kanë punuar së bashku te Gazeta Shqiptare. Përplasja filloi kur Blushi e akuzoi Lalën se sa jo një atentat ndaj familjes së saj për të përfituar azil në Angli. Më pas, Lala ju kthye duke thënë: "Blush, e kam irritim personal me ty se të njoh mirë, të mos e kthem në personale. Kalo Blush, mos më detyro të flas." Teksa Blushi vjoi akuzat se çdo gjë Klodiana e kishte skenuar për të përfituar azil, ajo i tha: "Duhet të vi turpo Blush, se ke qenë gazetar edhe vet. Mos më trego mua azilin." Kikur ajo dhe kërko falje politike, hodhe një akuzë të rëndë. "Nuk të vjen turp, do të shkosh në gjyq me mua dhe për këtë që sapo the, duhet të kërkosh falje publike. Ajo që the është shumë e rëndë për familjen time." Po ju, si mendoni? A janë të vërteta akuzat e Blushit, apo Klodiana është një gazetare me integritet që ka rënë pre e akuzave të rreme? Për më shumë, mund të lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.